تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I zgjedhuri dhe I dashur I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si I takon atij derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. O robërt Allahut, druhuni Allahut të lartësuar ashtu si I takon madhrisë së Tij. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne I kemi porositur ata që u është shpallur libri para jush dhe juve, druhuni Allahut. Vëllezër besimtar, transmeton Imam Muslimi me zinxhirin e tij në librin e tij Sahih nga Yahya ibn Ya'mar se ka thënë: I pari që e mohoi kaderin, paracaktimin e Allahut në Basra ishte Ma'bad al-Juhani. Unë dhe Humeid ibn Abdirrahman al-Himyari shkuam në Mekë për haxh ose për umre dhe tham, sikur ta takonim ndonjërin prej sahabeve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ta pyesnim për fjalët që I thon këta në lidhje me kaderin. Patëm sukses ta takojmë Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabin radhiyallahu anhuma duke hyrë në xhami. Unë dhe shoku im ju afruam nga të dy anët, njëri nga e djathta dhe tjetri nga ana e majtë. Besova se shoku im do të më lërë mua të flas, prandaj thash: O Ebu Abdirrahman, te ne janë shfaqur disa njerëz të cilët e lexojnë Kur'anin dhe angazhohen me dituri dhe I lëvdova në disa aspekte, pastaj thash: mirë po, ata pretendojnë se nuk ka paracaktim nga Allahu, por çdo gjë ndodh vetvetiu. Ai tha: nëse I takon ata, lajmëroj se unë jam I distancuar prej tyre dhe ata janë larg meje. Pasha ata në të cilin betohet Abdullah ibn Omeri. Nëse dikush prej tyre kishte poseduar flori sa mali I Uhudit dhe kishte dhënë lëmosh, Allahu nuk do t'ja pranonte derisa të besoj në kader. Pastaj tha: babai im Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu më ka thënë: përderisa një ditë ishim ulur tek I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, na erdhi një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë dhe mjekër shumë të zezë. Nuk I dukeshin shenjat të udhëtimit dhe nuk e njihte askush prej nesh. Erdhi u ul para profetit sallallahu alaihi wasallam, gjunjë I vuri pranë gjunjëve të tij dhe duart I vendosi mbi kofshët e tij. Pastaj tha: O Muhammed, më trego për Islamin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah
wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjerosh Ramazanin dhe të bësh haxh në Kabe nëse ke mundësi të udhëtosh deri atje. Ai tha e vërtet, ne u çuditëm me të, edhe e pyeti edhe ja vërtetoi. Pastaj tha, më trego për imanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Të besosh në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe të besosh në paracaktimin për të mirat dhe të këqijat. Tha e vërtet. Tha më trego për ihsanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an ta'bud Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë. E nëse s'mund ta shohësh, atëherë dije se ai të sheh ty. Tha më trego për çastin e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. I pyeturi nuk është më i ditur për të se sa pyetësi. Ai tha, më trego për shenjat e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan. Kur robresha do ta lind zonjushën e vet, dhe kur ti shohësh barin të këmbëzbathur, lakurigj dhe nevojtar, duke garuar për godina më të larta. Pastaj shkoi, kurse unë mbeta ashtu një kohë, pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam më tha, ja Omar, atadri man as-sa'il? O Omar, a di kush ishte pyetësi? Thash, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Tha, hadha Gjibrilu, atakum yuallimukum amra dinikum. Ky është Gjibrili, ju erdhi që t'ju mësoj çështjet e fesë suaj. Ky është hadith madhështor që përmban dituri dhe dobi të shumta. Atë duhet ta mësojmë ne dhe t'u mësojmë fëmijëve tanë dhe t'i kemi gjithnjë parasysh ato që i përmban ky hadith. Në ta përmblidhet shkurtimisht e gjithë feja islame. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij, sepse ai është falës i mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Gjithë lavdia i takon Allahut për secilin mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe veten time për takwa, kujdes dhe ruajtje. Kush ruhet nga dënimi i Allahut, Allahu e ruan atë, e ndihmon dhe Allahu atij mjafton. Nga ky hadith që e dëgjuam në hutben e parë, mësojmë se me lajket mund të shndrohen në forma të ndryshme. Nga ky hadith i mësojmë 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. Mësojmë se feja është në gradë të ndryshme. Shkalla e parë është Islami, e cila është shkalla më e ulët dhe më e gjerë. Shkalla e dytë është imani, që është më lartë dhe më e ngushtë, kurse shkalla e tretë është ihsani, që është shkalla më e lartë e fesë në besim dhe në praktikë. Ky hadith na mëson për nevojën e kërkimit të diturisë dhe mësimit të dijes së saktë të nxjerrë nga Kurani dhe Suneti. Me këtë dituri njeriu ngrihet në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga ky hadith kuptohet se ndodhia e Kiametit është një çështje që nuk e di askush përveç Allahut të lartësuar. Ai ka thënë wa indahu ilmu as-sa'a. Vetëm ai ka dieni mbi orën e Kiametit.
Prej dobive të këtij hadithi është obligimi i besimit në paracaktimin, kaderin e Allahut, dhe se çdo e mirë ose e keqe që i ndodh njeriut është e paracaktuar nga Allahu dhe njeriu duhet të pajtohet dhe të kënaqet me ta. Tjetër dobi është obligimi i madh për respekt dhe bamirësi ndaj prindërve. Përfitojmë gjithashtu nga ky hadith se nuk është e preferuar që njerëzit të angazhohen me ndërtim dhe zgjatje të ndërtesave të tyre pa pasur nevojë të vërtetë për këtë. Nga veprimi i tabinëve dhe sahabeve në këtë hadith përfitojmë se kur shfaqet një njeri që flet për fe, pa udhëzim dhe pa argument, ai duhet të largohet prej muslimanëve që të mos i kaploj dëmi i tij. Gjithashtu përfitojmë se për paraqitje të këtilla dhe për përhapjen e dyshimeve në fe duhet të pyeten dietarët dhe të merret përgjigje atyre me argumente. Allahu na bëft prej besimtarëve të devotshëm dhe bamirës. O Allah, na e përmirëso fenë e cila është çështja jonë kryesore, na e përmirëso dunjan në të cilën është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj vdekjen rahati nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbro nga poshtrimi në dunja dhe dënimi në ahiret. O Allah, ne të kërkojmë udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe dinjitet. O Allah, ne ta kërkojmë xhenetin dhe çdo fjalë dhe vepër që afron në të, dhe kërkojmë mbrojtje të tij nga xhehenemi dhe nga çdo fjalë dhe vepër që afron ka haji. O Allah, kërkojmë mbrojtje të tij nga një dituri që nuk bën dobi, nga një zemër që nuk përulet dhe friksohet, nga nefsi që nuk ngopet dhe nga lutja që nuk dëgjohet. O Zoti ynë, na i fal gjunahet neve, prindërve tanë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. O musliman, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntin e ofruar për pejgamberin tuaj të dërguarin e Allahut, Muhammedin, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni për të shumë salavat dhe përshëndeteni me shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.